Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetat e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të vazhdojmë në temën e shtyllave të besimit, për pjesën e dytë të temës për ditën e sotme, ku në ditët e mëparshme shtjellova për ju dy shtyllat e para të besimit, të cilet ishte durimi dhe bindja e plot tek Allahu i madhëruar. Besimi, të nderuar dëgjues dhe shikues, është një dritë që shkëlqen në zemrën e njeriut dhe ndriçon të gjitha shqisat dhe gjymtyrët e tij, duke bërë që secila prej tyre të shfaq atë që asaj i takon. Mendja ndriçohet prej tij dhe kupton të vërtetat hyjnore dhe çështjet e gjithësisë, ndërsa iluzioni dhe imagjinata tërhiqen nga pamjet e gabuara dhe të pavërtetat. Gjymtyrët e trupit angazhohen në vepra të mira që përhapin dobi, gëzim, rehati dhe përparim në shoqërinë njerëzore. Kjo dritë e besimit nuk është thjesht një ndjenjë e brendshme apo një bindje e fshehur në zemër, por një realitet i gjallë që reflektohet në çdo aspekt të jetës së njeriut. Ajo e shndron mënyrën se si njeriu mendon, se si flet dhe se si vepron në shoqëri, duke e bërë atë më të vetëdijshëm, më të përgjegjshëm dhe më të kujdesshëm ndaj veprimeve para Allahut dhe para njerëzve. Kur besimi rrënjoset thellë në zemër, ai bëhet një udhërrëfyes i sigurt që e largon njeriu nga errësira e mëkateve dhe e drejton drejt dritës së devotshmërisë dhe sinqeritetit. Një zemër e ndriçuar me besim nuk e sheh botën vetëm me syri material, por me një shikim të thellë atë shpirtëror, duke kuptuar urtësinë pas çdo sprove dhe çdo bekimi. Ajo nuk tronditet lehtë nga vështirësitë, sepse e di se çdo gjë ndodh me urdhrin dhe dijenin dhe caktimin e Zotit të gjithësisë. Dhe përkundrazi, ajo gjen qetësi dhe siguri në përmendjen e Allahut, dhe kjo qetësi reflektohet në sjelljet e njeriu të buta, të drejta dhe të mëshirshme ndaj të tjerëve. Pasi shpjeguam se si besimi ndikon tek jeta e njeriut, përse besimi është kaq i rëndësishëm që njeriu të mësoj bazat e jetesës në këtë botë, që të mos bie në të njëjtin nivel me kafshën, njeriu duhet të ketë vlera dhe moral të lartë, dhe këtë gjë na mëson besimi në Allahun xhaleshanhu dhe feja e pastër islame. Në vazhdimin e temës për shtyllat e besimit, shtylla e tretë, të nderuar dëgjues dhe shikues, është drejtësia. Ajo është një cilësi e ekuilibrit në fuqi teorike dhe praktike, si dhe mesatarja në fuqinë e dëshirës dhe të zemërimit. Drejtësia sjell forcimin dhe përsosmërinë e besimit tonë. Cilat janë degët e drejtësisë? Drejtësia përbëhet gati nga 4 degë. E para, thellësia e të kuptuarit dhe depërtimi i dijes. Pra, një kuptim i thellë që depërton në brendësi të gjërave, një kuptim i thelluar që e arrin mendjet e zgjuara, një kuptim që futet në hollësitë e gjërave dhe zbulon sekretet dhe realitetet e tyre. Dega e dytë është bukuria e gjykimit dhe qëndrueshmëria e butësisë dhe durimet në sjellje. Me bukurinë e gjykimit nënkuptohet gjykimi që është i shkëlqyeshëm për njerëzit, ndërsa butësia e qëndrueshme është ajo që plotson rendin dhe ekuilibrin e njeriut. Pra, në këto të dyja përmbledha për ju 4 degët e drejtësisë, të cilët ishte thellësia e të kuptuarit dhe depërtimi i dijes dhe bukuria e gjykimit dhe qëndrueshmëria e butësisë. Cilat janë frytet dhe dobitë e degëve të drejtësisë? Kush kupton thellë, arrin të njohë më shumë atë çfarë ai po lexon. Pra, ai shpjegon dhe kupton të gjithë dijen e tij,
qoftë fetare, qoftë racionale, pramendore, apo të transmetuar nga një vend në një tjetër, sepse kjo është prej natyrës dhe pasojave të këtij kuptimi të thellë. Kush e njeh thellësinë e dijes, vepron sipas ligjeve të gjykimit. Pra, ai që i njeh të gjitha rregullat e gjykimit, kjo dhe vepron me to dhe jeta e tij bëhet më e lehtë duke u bazuar në ligjet e gjykimit, atëherë kjo rrjedh nga frytet e dijes së thellë që ai ka në këtë fushë. Kush është i butë dhe i përmbajtur, nuk e tepron dhe nuk neglizhon në çështjet e tij dhe jeton i lavdëruar mes njerëzve. Ai jeton i lavdëruar sepse qetëson zemërimin në momente vështirësish dhe pashtu kënaqësish. Prandaj njerëzit e vlerësojnë dhe mbështesin këtë person. Shtylla e katërt, të nderuar dëgjues dhe shikues, nga shtyllat kryesore të besimit është xhihadi. Ai përfshin përpjekjen shpirtërore kundër vetes, përpjekjen fizike dhe mbikëqyrjen shpirtërore. Për këto shtylla që po flasim në këto momente nuk kanë të bëjnë me shtyllat kryesore të fesë pasë islame. Kanë të bëjnë me shtyllat se si neve duhet të përmirësojmë pra besimin ton, të cilat janë ato shtyllat kryesore që e mbajnë të gjallë këtë besim. Pra, 4 shtylla kryesore, e para ishte durimi, e dyta ishte bindja e plot, e treta ishte drejtësia dhe e katërta është xhihadi. Se personi, për shembull në këtë tek të fundit dhe shtyllë të fundit, e paraprin të keqen duke u përmbajt ndaj saj dhe e din që duke u përmbajt dhe duke luftuar me egon dhe epshin e tij, arrin në kënaqësinë e Allahut, ai ka fituar xhihadin më të madh që mund të bëjë gjatë jetës së tij. Dekët e xhihadit, të nderuar dëgjues dhe shikues, përbohen nga 4 dek. E para, urdhri për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Pra urdhri për bindje ndaj Zotit dhe ndalimi nga mëkatet. E dyta, sinqeriteti në qëndrime dhe në situata të ndryshme. Pra në situatat e prekjes kundër vetes, armikut dhe të devijuarit përmes urdhërimit dhe ndalimit, që fjala e njeriu të përputhet me atë çfarë Zoti i gjithësisë na ka thënë dhe të jenë në përputhje me veprat dhe adhurimet e tij, dhe përputhje me kënaqësinë e Allahut. Dhe deka e katërt është urrëtia ndaj të shtururve ose mëkatarve. Pra ti urresh për shkak të devijimit të tyre. Kjo lidhet me refuzimin me zemër dhe është pasojë e besimit të plot. Disa dietar nuk e përfshin këtë në ndalimin nga e keqja, ndërsa të tjerë e përfshin në mënyrë figurative këtë pjesë. Cilat janë frytet dhe dobitë e degëve të xhihadit? E para, kush urdhëron për të mirë, forcon besimtarët, dhe kush ndalon nga e keqja, poshtëron me besimtarët. Dhe fryti tjetër, kush është i sinqert në të gjitha qëndrimet e tij, e kryen detyrën e tij ashtu siç duhet. Pra, përmbush atë që i takon nga fjala e drejtë dhe veprat e mira. Dhe hyn në grupin e të sinqertëve, të cilët Allahu i ka lavdëruar në librin e tij teksa thot: Bismillahirrahmanirrahim, atë ditë të sinqertëve do t'u bëj dobi sinqeriteti i tyre. Kush i urren të shthururit për shkak të mëkateve të tyre dhe zemërohet për hir të Allahut, Allahu e mbron dhe e përkrah atë person i cili ky lloj xhihadi e bën për hir të Zotit të gjithësisë dhe ky njeri shpërblehet nga Zoti i madhërisëm si në këtë botë edhe në botën tjetër. Pra të nderuar dëgjues dhe shikues, besimi e disiplinon njeriu në raport me dëshirat dhe epshet e tij, duke i vendosur kufi dhe duke e mësuar atë vetë kontrollin. Ai e shtyn njeriu drejt veprave që kanë vlerë të përhershme dhe largon nga ato që janë të kota dhe të dëmshme për ta. Në këtë mënyrë, besimtari bëhet një burim mirësie për rrethin e tij, duke i ndikuar pozitivisht në familje, në shoqëri dhe në të gjithë ambientin ku ai jeton. Dhe kjo drejtë e besimit është ajo që jep kuptim jetës së njeriu dhe lidh atë me qëllimin e tij të vërtetë. Ajo e bën jetën më të pastër, më të bukur, më të vlefshme, më dinjitoze, duke shndruar çdo veprim të sinqert në një hap drejt afërsisë me Allahut dhe fitimin e kënaqësisë së Zotit të gjithësisë. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.